Michael Beschloss, presidentët e luftës, historia epike nga viti 1807 deri në kohët moderne. Zgjedhja më e vështirë që një lider kombëtar mund të bëjë është vendosja nëse do të hyjë në luftë. Harrojini kostot e mëdha financiare, pasojat diplomatike dhe dëmtimin e mundshëm të karrierave politike. Një shpallje lufte në mënyrë të pashmangshme përfshin dënimin e disa qytetarëve të tyre me vdekje, prindërve me një jetë pa fëmijë të tyre dhe fëmijëve me një jetë pa prindrit e tyre. Por, si çdo kuptojmë nga këto përmbledhje, shumë presidentë të SBA-s nuk e morën parasysh këtë urtësi dhe nxituan në luftra të pakuptimta, duke shpërdoruar gjakun dhe thesarët amerikanë. Është e vërtetë, disa ishin krejtësisht të pashmangshme, si lufta civile e Lincolnit ose hyrja e Rooseveltit në luftën e dytë botërore. Por, edhe këta liderë të mëdhej morën vendime të dyshimta që njollosin historinë e tyre. Do të hasim në president që u nxitën në konflikte që nuk i dëshironin nga publiku dhe shtypi, president që u detyruan në luftë nga një akt agresioni huaj edhe president që kërkuan në mënyrë aktive luftën për arsye të vrazhta dhe të turpshme, por përmes kësaj vjen një temë e zakonshme, një braktisje progresive e dëshirës së etërve themelues për një proces demokratik të bërjes së luftës. Kundër gjykimit të tij më të mirë, James Madison u bind të luftonte në luftën e vitit 1812. Devotshmëria Thomas Jefferson ndaj paqes ishte përjashtim dhe jo rregull, po të kishte treguar James Madison, pasardhësi i Jeffersonit, një përmbajtje dhe shurdhim politik të ngjashëm, lufta e vitit 1812 kundër Britanisë mund të ishte shmangur, por Shtetet e Bashkuara kishin ankesa legjitime dhe ato lidhen me luftën e Britanisë kundër Francës gjatë luftrave napoleonike. Së pari, amerikanët ishin të zemëruar nga rekrutimi i detyruar i marinarëve amerikan nga Britania. Rekrutimi i detyruar përfshinte rekrutim me forcë të marinarëve për të shërbyer në një anije ushtarake dhe praktikohej nga shumica e fuqive detare. Shpesh kjo bëhej duke hipur në një anije tregtare të huaj dhe duke rrëmbyer marinarët e tyre. Për shkak se luftrat napoleonike quan në një kërkesë të madhe për marinar, britanikët e rritën rekrutimin e detyruar. Ndërmjet viteve 1793 dhe 1812, britanikët rekrutuan mbi 15.000 marinar amerikan, duke tensionuar marrëdhëniet anglo-amerikane deri në pikën e thyrjes. Së dyti, për shkak se Amerika tregtonte me Francën napoleonike, Britania vendosi kufizime në anijet amerikane, duke penguar rritjen ekonomike. Shtetet e Bashkuara e pan këtë si një fyrje ndaj pavarësisë së tyre, si dhe të palidhshme sipas ligjit ndërkombëtar. Por, këto çështje mund të ishin zgjidhur diplomatikisht nëse Madison nuk do të kishte nxitur luftë. Një antagonist kyç ishte Henry Clay, një senator luftarak nga Kentucky. Duke nxitur luftën me arrogancë rëndësishme, Clay pohoi se lufta me Britaninë ishte e nevojshme për të hakmarrë nderin amerikan. Gjithashtu, argumentoi Clay, ata mund të kapnin pjesë të mëdha të territorit të kontestuar nga Kanadaja britanike. Madison ishte ende hezitues për të përfshirë në një luftë shkatërruese kundër Britanisë, por opinioni publik po kthehej shpejt kundër tij. Një fraksion politik pro luftës u zhvillua shpejt në Kongres, të udhëhequr nga Henry Clay edhe të quajtur War Hawks. Këta politikan nxisnin vazhdimisht konfliktin dhe e denonconin Madisonin si të dopt dhe të pavendosur. Ende duke u përpjekur ta shmangë luftën, Madison kërkoi një premtim nga britanikët për t'i dhënë fund rekrutimit të detyruar. Nëse nuk jepej asnjë premtim, ai do t'i kërkonte Kongresit një shpallje lufte. Por britanikët refuzuan Madisonin, ata kishin nevojë për marinarët. Kështu me 1 qershor 1812, Madison kërkoi nga Kongresi të votonte për ta shpallur luftën kundër Britanisë, gjë që ata e bën me 79 vota pro dhe 49 vota kundër. Ironikisht, deri atëherë britanikët kishin rënë dakord ta ndalonin ndërhyrjen në tregtinë franko-amerikane, por Madison nuk kishte në dieni për shkak të komunikimeve të ngadalta të kohës. Lufta filloi në mënyrë katastrofike për Shtetet e Bashkuara, me një pushtim të dështuar të Kanadas dhe kapjen e Washingtonit nga trupat britanike. Por amerikanët në fund ishin të aftë ta shpëtonin fitoren, kryesisht për shkak të shqetësimit britanik me luftrat napoleonike.
lufta tjetër amerikane do të shkonte shumë më mirë. James Polk ishte i vendosur të luftonte në luftë kundër zgjerimit territorial. Me zgjedhjen e James Polk në vitin 1845 arrim në episodin më të turpshëm të kohës së luftës në Shtetet e Bashkuara. Shumë lider të kohës së luftës kanë marrë vendime të dënueshme, por asnjë nuk kishte motive më të këqija se sa presidenti Polk. Kjo sepse Polk, një politikan veteran nga Tennessee, prodhoi një luftë me Meksikën me qëllim të vetëm zgjerimin territorial të SBA-s. Polk ishte një besimtar i fortë në Manifest Destiny, një besim se për shkak të superioritetit të supozuar politik dhe kulturor të Amerikës së Bardhë, ajo ishte destinuar të vendosej në të gjithë Amerikën e Veriut. Manifest Destiny ishte një ide popullore, ndërsa kolonët amerikan u përhapën në perëndim, duke marrë tokat e vendasve amerikan. Por për Polk kjo shkonte më tej. Manifest Destiny përfshinte vendosjen e bardhë në një pjesë të madhe të Meksikës. Por populli amerikan nuk do të mbështeste një veprim kaq imoral, edhe një agresivitet kaq i qartë do të votojë kundër, kur Polk do t'i kërkonte Kongresit një luftë. Për ta marrë konfliktin e tij, Polk duhej të krijonte një pretekst. Teksasi ishte i bashkuar me Shtetet e Bashkuara në dhjetor të 1845-s, pas një lufte pavarësie kundër Meksikës. Meksika pretendoi se kufiri i ri meksiko-teksan ishte lumi Nueces. Por Polk sfidoi Meksikën duke lëvizur trupa amerikane për të siguruar brigjet e Rio Grande, më në jug, dhe drejtoi topat drejt qytetit meksikan Matamoros. Polk e dinte se veprimet e tij do të provokonin Meksikën të sulmonte. Me 26 prill 1846, kapiten Seth Thornton dhe patrulla e tij prej 80 burrash u sulmuan nga 1600 meksikan. 11 ushtar amerikan u vranë në atë që u quajt Afera Thornton. Pas kësaj, Polk i kërkoi Kongresit ta votonte luftën me Meksikën. U miratua me 174 vota pro edhe 14 kundër. Polk kishte manipuluar situatën për ta bërë Meksikën të dukej si agresori. Edhe tani, megjithatë, publiku nuk kishte në dieni të ambicieve të mëdha territoriale të Polk. Por kabineti Polk e dinte. James Bushnell, sekretari i shtetit, i kujtoi Polkut se deklarata e Kongresit për luftën nuk përmendte sekuestrimin e territorit meksikan. Por mendja Polkut ishte e vendosur. Tani ishte koha për Manifest Destiny. Pas një lufte të përgjakshme që zgjati pothuajse 2 vjet dhe mori mira jetë, Shtetet e Bashkuara fituan në vitin 1848. Në traktatin e paqes, Amerika aneksoi mbi 1 milion milje katror territor meksikan, Kalifornin, Arizonën, New Mexicon, Coloradon dhe Utah në ditëve moderne. Manifest Destiny u përfundua. Për të zhvilluar një luftë moralisht të drejtë, Abraham Lincoln cënoi liritë civile. Kur Abraham Lincoln, kundërshtari i zjarrit i skllavërisë, u zgjodh president në vitin 1861, kombi u zhyt në kaos. 7 shtete jugore, ekonomitë të cilave vareshin nga plantacionet e mëdha të skllavërëve, u shkëputën nga Washingtoni dhe shpallën shtetet konfederative të Amerikës. Lincoln u përpoqte të zgjidhte mosmarrëveshjen diplomatikisht, madje duke premtuar se nuk do të ndërhynte në skllavërinë e shteteve jugore. Ai u betua se nuk do të ndërmerrte veprime ushtarake nëse nuk do të detyrohej nga Konfederata. Por ai gjithashtu tha se Konfederata ishte e pavlefshme dhe nuk do të njihej politikisht. Jugu ishte i vendosur të zhvillonte luftë. Një gazetë jugore, Memphis Appeal, e quajti Lincolnin një despot abolicionist, dhe senatori i Teksasit Louis Rickfall telegrafoi Washingtonin me fjalët luft. Por megjithse ai e udhëhoqi palën e tij drejt fitores me kostën e mbi 620.000 jetëve amerikane, Lincolni nuk shpalli kurrë luftë ndaj Konfederatës. Kjo sepse Lincoln besonte se një gjendje zyrtare lufte do ta njihte Konfederatën si një kom të veçantë. Tuta në mënyrë eksplicite i ndalon shtetet të largohen nga Shtetet e Bashkuara, edhe kështu nga Konfederata shiheshin si rebel të paligjshëm. Por kjo nuk ishte thjesht manovrim politik. Në mënyrë më pragmatike,
Lincoln e përgatiti palën e tij për luftë plot, duke vendosur një blokadë detare ndaj shteteve jugore dhe duke shtuar 8 regjimente të reja në ushtrinë amerikane. Edhe megjithse Lincoln ishte një lider i madh i kohës së luftës, ai veproi gjithashtu si një autokrat. Presidenti i famshëm për shfuqizimin e skllavërisë abuzoi me liritë civile. Kur 4 ushtarë amerikan u vranë nga trazirat pro-rebele në Filadelfia, Lincoln pezulloi habeas corpus në zonën midis atij shteti dhe Washingtonit. Habeas corpus është një ligj që kërkon që një person në arrest të sillet para një gjykate edhe të gjykohet. Lincoln shpresonte ta ruante paqen me forcë, por kjo kishte një çmim. Amerikanët në këtë pozitë mund të mbaheshin pafundësisht. Lincolni po ashtu shpalli ligjin ushtarak në shtetin problematik të Marylandit, duke pezulluar qeverinë demokratike dhe duke përdorur ushtar për ta ruajtur paqen. Lincolni argumentoi se lufta civile kërkonte rrethana ekstreme dhe një largim nga procedura kushtetuese. Por Lincolni e bëri këtë me hezitim dhe e bëri të qartë përmes fjalimeve, letrave dhe memorandumeve të tij të shumta se autoriteti i tij i zgjeruar do të zgjaste vetëm deri në fund të luftës civile. Si një komunikues i talentuar, Lincolni mbajti vazhdimisht kontakt me publikun përmes fjalimeve, letrave dhe takimeve, gjë që ndihmoi në rritjen e moralit dhe bindjen e amerikanëve për ta mbështetur Unionin. Më pas, Lincolni do t'i zgjeronte qëllimet e luftës civile për ta përfshirë shfuqizimin e skllavërisë. Duke bërë kështu, ai e shëndoi një luftë civile në të cilën një qeveri po përpiqej të shtypte një rebelim në një luftë të drejtë me qëllime morale më të larta, një arritje e pa emuluar për dekada. Shkëndija që ndezi luftën hispano-amerikane ishte ndoshta një keq interpretim. Në vitin 1895, Kuba ishte një koloni hezituese e perandorisë spanjolle. Atë vit, një rebelim shpërtheu në ishull dhe banorët e tij zhvilluan një luftë guerile kundër trupave spanjolle. Për ta shtypur revoltën, generali spanjoll Valeriano Weyler detyroi 1/3 e kubanezëve në kampe përqendrimi të ndotura dhe të mbushura me sëmundje. Në to, rreth 25% e popullsisë vdiq. Shumë Amerikanë, qytetarë dhe politikanë njësoj i panë këto tmerre të shpalose në pragun e tyre me neveri. Gazetat e zëshme dhe politikanët agresiv kërkonin ndërhyrje ushtarake amerikane. Në fillim, presidenti William McKinley ishte hezitues për ta përshkallëzuar situatën dhe kërkoi nga spanjollët ta respektonin ligjin ushtarak. Ai madje ofroi ta blinte ishullin. Të dy kërkesat të ranë në vesh të shurdhur dhe marrëdhëniet hispano-amerikane u përkeqësuan. Kundër këtij sfondi, një shpërthim coptoi US Marine me 15 shkurt 1898, duke bërë që ajo të fundosej me 260 shpirtra amerikan. Në atë kohë, anija ishte në portin e Havanës me urdhër për të mbrojtur jetët dhe pronën amerikane. Marina e Shebas vendosi se ishte fundosur nga një minë detare spanjolle. Shtypja e futi publikun në një çmenduri lufte që politikanët nuk mund ta përmbanin. Me 20 prill 1898, Kongresi miratoi kërkesën e McKinleyt për të përdorur forcën ushtarake për ta çliruar Kubën nga Spanja. Me 21 prill, Marina e Shebas e bllokoi ishullin. Lufta hispano-amerikane kishte filluar. Ironia tragjike. Maine pothuajse me siguri nuk u fundos nga një minë spanjolle. Në vitin 1974, një hetim nga admirali Hyman Rickover arriti në përfundim se Maine u fundos nga një zjarr në bord, i cili ndezi municionin e anijes. Një pjesë e personelit ushtarak në atë kohë dyshonte për këtë, por zërat e tyre u heshtën. Dhe megjithse McKinley filloi luftën 3 mujore për t'i dhënë Kubës pavarësinë, ambicjet e tij u zgjeruan shpejt. Në atë kohë kishte një interes publik në rritje për një perandori amerikane dhe McKinley ra dakord. Kuba do ta kishte ende pavarësinë e saj, por ndërsa fitoret amerikane rriteshin, presidenti filloi të shikonte kolonitë e Spanjës në Guam, Filipinë dhe Hawaii. Në një taktik lufte të quajtur më vonë misioni Krip, McKinley i zgjeroi qëllimet e SBA-s në luftën hispano-amerikane për të përfshirë sekuestrimin e këtyre ishujve.
Ai u nxit pjesërisht nga dëshira e tij për ta sjellë krishtërimin tek Filipinasit edhe për t'i civilizuar ata, por gjithashtu i motivuar nga lavdia, duke kërkuar t'i jepte Amerikës një perandori dhe ta niste atë si një fuqi botërore. Me 13 gusht 1898, McKinley ja arriti qëllimit, duke hyrë në një epokë të dominimit amerikan. Woodrow Wilson mashtroi publikun duke i lënë të kuptojë se mund t'i mbante ata jashtë luftës së parë botërore. Kur lufta e parë botërore shpërtheu në Europë në vitin 1914, presidenti Woodrow Wilson u angazhua për një politikë neutraliteti. Edhe kur një nëndece gjermane e fundosi Lusitanian britanike duke vrarë 128 amerikan, Wilson promovoi paqen dhe mendimin e paanshëm, duke paralajmëruar politikanët dhe gazetarët kundër deklaratave të nxitura. Por ndërsa lufta përparonte, viktimat civile amerikane u rritën. Në gusht të 1915, Gjermania fundosi një anije pasagjerës britanik duke vrarë 2 amerikan. Në mars të 1916, ndodhi një ngjarje e ngjashme, duke plagosur 4 të tjerë. Tani humori popullor brenda Amerikës ishte pro-britanik dhe pjesa më e madhe e shtypit dhe elitës politike favorizuan hyrjen në luftë. Wilson e dinte se me agresionin e vazhdueshëm gjerman, ai nuk mund ta mbante neutralitetin në SBA-s shumë gjatë, por po vinte një fushat presidenciale. Edhe pse e dinte se lufta ishte e mundshme, Wilson bëri fushat për zgjedhje me premtimin mashtrues se ishte ende e mundur të qëndrojë jashtë konfliktit. Duke e pasqyruar humorin pro luftës në rritje në Shtetet e Bashkuara, Wilson u rizgjall me një diferencë minimale. Pastaj, në janar të 1917, britanikët interceptuan telegramin Zimmerman. Ky ishte një komunikim gjerman me zyrtarët meksikan, duke ofruar atyre ndihmë nëse do të zhvillonin luftë kundër Shteteve të Bashkuara. Amerika nuk kishte zgjidhje tjetër veç se të shpallte luftë kundër Gjermanisë, gjë që e bëri me 6 prill 1917. Pastaj Wilsoni mori disa vendime të dyshimta. Wilsoni ishte një lider i njohur, i fortë dhe i vetkënaqur. Duke e marrë çdo kritikë ose sfidë politike ndaj vendimeve të tij si një ofendim personal, ai zhvilloi një test besnikërie ndaj punonjësve qeveritar për të vlerësuar në mënyrë të paqartë nëse ata ishin armiqësor ndaj mirëqenies publike. Ata që dështuan u pushuan nga puna. Dhe ndryshe nga Lincoln, komunikimi i vazhdueshëm i të cilit ndihmoi në fitimin e mbështetjes për luftë, Wilson mbeti ftohtësisht i heshtur edhe pse mijëra amerikan humbën jetën. Wilsoni gjithashtu i keq menaxhoi pasojat e luftës. Në vend që t'i falenderonte amerikanët për sakrificën e tyre të përbashkët, Wilson shëtiste nëpër rrugët e Parisit në parada fitores opulente. Wilsoni, po ashtu në delegacionin e tij të paqes, refuzoi të vendoste ndonjë republikan me pozicion të lartë, sepse i shihte si opozitar ndaj demokratëve. Së fundi, Wilsoni kërkoi vendit të tij të bashkohej me një organizatë të re supranacionale që ai ndihmoi ta krijonte. E quajtur Lidhja e Kombëve, ajo do të ofronte një forum ndërkombëtar për zgjidhjen e konflikteve dhe shpresoi të parandalonte luftrat e ardhshme. Por në shtëpi rritej ankthi se bashkimi me lindjen do ta zvoglonte sovranitetin amerikan, dhe Wilson nuk u përpoq kur ta qetësonte publikun. Në fund Wilson psoi një humbje poshtruese. Lidhja ishte papëlqyeshme në vend, dhe vendi i tij nuk do t'i bashkojë kur institucionit ndërkombëtar që ai ndihmoi ta krijonte. Presidenti Franklin Roosevelt ishte një lider i madh i kohës së luftës, por prap mori disa zgjedhje të turpshme. 7 dhjetor 1941 është një ditë që me fjalët e atëhershme të presidentit Roosevelt do të jetojë në turp. Kur Shtetet e Bashkuara neutrale ndërprin eksportet e tyre të domosdoshme të naftës në Japoni, në përgjigje të agresionit të tyre në luftën e dytë botërore në Azi, ushtria japoneze nisi një sulm të papritur ndaj flotës amerikane të ankoruar në Pearl Harbor në Hawaii. Ishte shkatërruese. 4 anije luftarake u fondosen dhe 4.403 amerikanë vdiqën. Por megjithse Pearl Harbor ishte një sulm i papritur për shumë amerikanë, Roosevelt dinte pak më shumë se sa po lejonte.
Roosevelt e donte një luftë me fuqitë e boshtit, të cilët ai mendonte se ishin një kërcenim për demokracinë liberale, por ai u përball me një ndjenjë të fortë kundër luftës në shtëpi. Vendimi i Roosevelt për ta lëvizur flotën e paqësorit në Hawaii në vitin 1940 me argumentin se do të pengonte sulmet japoneze ishte i dyshimt. Kjo e lëvizi marinën amerikane shumë më afër brigjeve të Japonisë, duke e bërë një sulm shumë të lehtë. Gjithashtu, Pearl Harbor nuk do të ishte lehtësisht e mbrojtshme, sepse mund të afrohej nga të gjitha anët. Kur admirali Richardson griti shqetësimet e tij te presidenti, Roosevelt e shkarkoi atë dhe zëvendësoi me admiralin Kimmel, më të bindshëm. Gjithashtu, në vitin 1940, kriptoanalistët amerikanë thyen kodin që Japonia përdorte për të shifruar mesazhet drejt ambasadave të tyre. Nga natyra dhe toni këtyre mesazheve në fund të vitit 1940, ishte e lehtë të shihej se një sulm ishte i afërt. Megjithse, asnjë nuk e tha shprehimisht se do të vinte në Pearl Harbor. Edhe kështu, Roosevelt dështoi të mbante komandantët e Pearl Harborit të informuar dhe të përgatitur. Roosevelt i gaboi edhe në frontin e brendshëm. Vendimi i tij për t'i internuar mira familje japoneze amerikane ishte një abuzim. Sa po shpërtheu lufta, ankthi për një pushtim të mundshëm japonez të Shteteve të Bashkuara u rrit. Amerika ishte shtëpia rreth 100.000 qytetarëve japonezo-amerikan, të cilët disa i shihnin si një kërcënim për sigurinë kombëtare. Me 19 shkurt 1942, Roosevelt i zhvendosi të gjithë banorët amerikanë me origjinë japoneze në kampe internimi në të gjithë vendin. Në disa raste, familjet me 8 persona u detyruan të jetonin në dhoma të vetme. Ishte vetëm në vitin 1988 që Shtetet e Bashkuara lëshuan një kërkimfalje zyrtare për veprimet e tyre. Por megjithatë, vullneti i tij për të luftuar Gjermaninë naziste dhe Japoninë duhet të vlerësohet sepse ky konflikt kishte justifikime të qarta morale. Roosevelti ishte një lider i fortë me karizmë dhe kurajo, i cili mbajti fjalime publike dhe konferenca shtypi të vazhdueshme për të arritur moralin dhe për t'i kujtuar vendit të tij pse po luftonin. Lidershipi i Rooseveltit ishte as më pak as më shumë se sa urdhërues, edhe amerikanët ishin me fat që kishin një njeri kaq të talentuar në krye gjatë konfliktit më të përgjakshëm të botës. Presidenti Truman nuk ishte mjaftueshëm i fortë kur merrej me Korenë e Veriut. Lufta e ftohtë u nxei jashtëzakonisht shumë me 25 qershor 1950, kur ushtria komuniste e Koresë së Veriut pushtoi Korenë e Jugut kapitaliste. Duke e shpallur pushtimin e Koresë së Veriut në akt agresioni, Kombet e Bashkuara formuan Komandën e Kombeve të Bashkuara dhe dërguan një forcë për ta mbrojtur Jugun. Ndërsa presidenti Truman nuk e donte këtë luftë, ai mund të kishte bërë shumë më tepër për ta shmangur atë. Ars të vitit 1949, lideri i Koresë së Veriut Kim Il-sung u takua me Josef Stalinin të BRSS-s për të siguruar mbështetje për një pushtim. Por Stalini nuk e dha bekimin e tij, i kujdesshëm nga lufta me Shtetet e Bashkuara. Por kur forcat komuniste erdhën në pushtet në Kin në tetor të 1949-s dhe Trumani nuk ndërhyri, Stalini i kushtoi vëmendje. Ndoshta Shtetet e Bashkuara do të qëndronin neutrale edhe në Kore. Pastaj në janar 1950, sekretari i shtetit Dean Acheson njoftoi se Amerika po vendoste një perimetër mbrojtës kundër komunizmit në Azinë Lindore. Çuditërisht, Acheson nuk e përfshiu Korenë e Jugut në këtë zonë. Kështu Truman dhe Acheson e inkurajuan pa e ditur Stalinin të mbështeste një pushtim të Koresë së Veriut në jug. Por tani, me pushtimin në dorë, Truman ndjeu se duhej të bënte diçka për ta mbrojtur vendin. Ai angazhoi Amerikën me gjithë zemër në përpjekjen mbrojtëse të udhëhequr nga UKB. Në krye të konfliktit ishte generali Douglas MacArthur. I dërguar në Kore, Truman i dha generalit legjendar të gjithë autoritetin që i nevojitej për t'i zbrapsur koranoveriorët. Ky ishte një gabim, sepse Truman nuk i besonte MacArthurit. Generali ishte i njohur si i vështirë për të marrë informacion gjatë luftës së dytë botërore,
edhe Truman e mendonte atë si një njeri primadona. Truman duhet t'i kishte besuar instinkteve të tij. Pas një fillimi katastrofik të luftës, MacArthur fitoi një seri fitoresh dhe i zbrapsi forcat e Koreisë së Veriut deri në kufirin kinez. Deri me tani, Kina komuniste kishte refuzuar të përfshihej drejt për drejt në luftën koreane, por kjo ndryshoi papritur. Trupat kineze vërshuan mbi kufirin korean dhe filluan t'i sulmonin forcat e OKB-s. MacArthur i bëri presion Trumanit për një përgjigje agresive ndaj përfshirjes kineze, por presidenti e ndaloi atë të dërgonte trupa në veri të lumit Yalu. MacArthur ra dakord, por theksoi sulmet ushtarake në jug të kësaj linje. Kjo provokoi një kundërofenziv të udhëhequr nga Kina dhe forcat e OKB-s filluan të tërhiqen. Pastaj MacArthur i dërgoi një letër politikanit të Massachusetts, Joe Martin. Në të, ai kërkoi që antikomunistët kinezë të rekrutoheshin për ta sulmuar Kinën nga brenda. Një veprim i tillë me siguri do t'i kishte futur Shtetet e Bashkuara në një luftë drejt për drejt me Kinën, duke provokuar luftën e tretë botërore. Për Trumanin, kjo ishte pika kulminante. Ai e shkarkoi MacArthurin për mosbindje. Megjithatë, i papëlqyer në atë kohë, Truman i bëri vendit të tij një shërbim duke e shkarkuar MacArthurin. Duke ndërhyrë në politikë dhe duke u përpjekur ta përshkallëzonte konfliktin korean nëpër masa katastrofike, MacArthur na kujton pse ushtria i shërben shtetit dhe pse presidenti vepron si komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura. Lyndon Johnson mashtroi publikun dhe politikanët për ta përshkallëzuar luftën e Vietnamit. Me 2 gusht 1964, Washingtoni mori një raport se forcat e Vietnamit të Veriut kishin hapur zjarr ndaj USS Maddox në xhirin e Tonkinit. Në atë kohë, Shtetet e Bashkuara kishin një prani ushtarake në Vietnam, por vetëm në një rol këshillues për qeverinë e Vietnamit të Jugut. Gjërat ishin gati të ndryshonin. Me 4 gusht, sekretari i mbrojtjes Robert McNamara informoi presidentin për një sulm të dytë ndaj Maddox. Por ndërsa raportet ushtarake kontradiktore mbërrinin te Johnson dhe këshilltarët e tij, u bë e pasigurt nëse kishte ndodhur një sulm i dytë. Nuk kishte rëndësi për Johnson. Në një takim me politikanë të lartë atë mbrëmje, ai foli me siguri të plotë për sulmin. Si kundërpërgjigje, Johnson urdhëroi sulme ajrore përgjatë Bregdetit të Vietnamit të Veriut. Ditën tjetër, Johnson i kërkoi Kongresit të miratonte një projekt ligj që do t'i lejonte atij të bënte gjithçka që ishte nevojshme për ta mbrojtur paqen në Azinë Juglindore. Ky projekt ligj, i quajtur Rezoluta e Xhirit të Tonkinit, u miratua me 10 gusht. Shtetet e Bashkuara po përshkallëzonin përfshirjen e tyre ushtarake në Vietnam. Por sulmi i dytë i Xhirit të Tonkinit ndoshta nuk ndodhi kurrë. Edhe në atë kohë, oficerët detar që analizonin mesazhet e Maddox dyshonin se kishte ndodhur një sulm i dytë. Johnson vetë dinte se provat ishin në rastin më të mirë të pasigurta, por ai dhe McNamara mashtruan politikanët dhe publikun, duke pretenduar se po merreshin me fakte të pakundërshtueshme. Pastaj, menjëherë pasi Kongresi miratoi rezolutën, zyrtarët e inteligjencës amerikane i thanë Johnsonit se një sulm i dytë ndoshta nuk kishte ndodhur kurrë. Kështu Johnsoni e përdori një pretekst të dobët për ta përshkallëzuar përfshirjen e SBA-s në Vietnam në një luftë gjithëpërfshirëse. Me kalimin e kohës, lufta e Vietnamit u bë një moçal katastrofik për Shtetet e Bashkuara, duke gëlltitur jetët të pothuajse 60.000 amerikanëve. Por ajo mund të ishte kthyer në një konflikt shumë më të errët nëse Johnson nuk do të kishte shuar çdo shans për të përdorur armë bërthamore. Në ndërtimin e një betejë në Khe Sanh në vitin 1968, generali William Westmoreland, komandanti forcave ushtarake të SBA-s në Vietnam, mori në konsiderat lëvizjen e armëve bërthamore në Vietnamin e Jugut në rast se betejë do të kthehej kundër tyre. Ky opsion ishte kodifikuar si operacioni Fracture Jaw. Kur Johnson dëgjoi për Fracture Jaw, ai u tmerrua dhe i komunikoi qartë Westmorelandit se përdorimi i armëve bërthamore ishte rrepsisht i ndaluar. Edhe pse Johnson
nuk tregoi shumë sens duke përshkallëzuar luftën në Vietnam, ne mund të jemi mirënjohës që një president më i guximshëm nuk ishte në shtëpinë e bardhë. Presidentët kanë braktisur vazhdimisht idealet e etërve themelues dhe kanë përdor autoritetin e tyre për të bërë luftë. Kur gjigantët amerikanë si George Washington, Benjamin Franklin dhe James Madison u ulën në Philadelphia në vitin 1787 për ta shkruar Kushtetutën amerikane, ata kishin parasysh një vend të lirë nga pushteti shtyps i monarkëve evropian. Ata e kuptuan se këta lider autoritar shpesh kishin ushtruar pushtetin e tyre për të nisur lufta shkatërruese, për të zgjeruar pushtetin e tyre, për të vjedhur burime dhe territor, ose për të rritur popularitetin e regjimit të tyre. Për ta kundërshtuar këtë, etërit themelues deklaruan në kushtetutë se vetëm Kongresi dhe jo presidenti mund të shpallë luftë. Çdo herë që Kongresi shpallte luftë, do të kërkojë shumica votave si në Senat, ashtu dhe në dhomën e përfaqësuesve. Në këtë mënyrë, shpresohej që vendimi për të shkuar në luftë të mos binte mbi supët e një personi të vetëm. Por gjatë historisë amerikane, presidentët kanë injoruar filozofinë dhe sistemin e kontrolleve dhe balancave të themeluesve. Së pari ishte James Polk, duke provokuar Meksikën në një sulm në vitin 1846. Polk prodhoi një luftë për të arritur qëllimin e tij të zgjerimit territorial, duke vepruar si monarkët despotik evropian të urryer nga themeluesit. Pastaj çuditërisht ishte Abraham Lincoln, i cili nuk i kërkoi Kongresit një shpallje lufte zyrtare, sepse ai nuk donte ta njihte Konfederatën si një vend dhe t'u jepte atyre legjitimitet ligjor. Por ai vendosi një precedent të rrezikshëm që shumë president do ta ndiqnin. Më pas vjen Ashtu si Polk, McKinley i kërkoi Kongresit një shpallje lufte, por sapo ishte në luftë, ai veproi si një fuqi koloniale evropiane, duke sekuestruar territorin spanjoll dhe duke ndërtuar një perandori amerikane. Dhe kur Kongresi shpalli luftë ndaj fuqive të Boshtit në vitin 1941, do të ishte hera fundit që do ta bënte këtë. Në çdo luftë që Shtetet e Bashkuara kanë luftuar që atëherë, duke përfshirë Korenë e Trumanit dhe Vietnamin e Johnsonit, presidentët kanë gjetur mënyra për ta përjashtuar Kongresin nga procesi i vendimarrjes. Truman shmangi Kongresin me arsyetimin teknik se Shtetet e Bashkuara po zhvillonin luftë në flamurin e OKB-s dhe kështu nuk kërkonte miratimin e Kongresit. Johnsoni përdori prova ushtarake të dyshimta për ta bindur Kongresin të miratonte rezolutën e paqartë të Xhirit të Tonkinit, e cila i lejonte presidentët të bënin gjithçka të nevojshme për ta mbrojtur Vietnamin e Jugut. Nëse ka një mësim që duhet të marrim nga këta president lufte, është një president sot mund ta shmangë procesin demokratik dhe mund të manovrojë drejt pothuajse çdo konflikti që ai ose ajo dëshiron. Ju sapo dëgjuat përmbledhjen tonë Presidentët e luftës nga Mikael Beshlos. Mesazhi kyç në këto përmbledhje është se presidentët amerikanë të luftës kanë qenë një grup i ndryshëm dhe një analizë e balancuar dhe objektive zbulon se edhe liderat e nderuar të kohës së luftës bën gabime krahas arritjeve të tyre. Motivet presidenciale gjithashtu kanë qenë të ndryshme, disa duke zhvilluar luftë për të bashkuar ose mbrojtur vendin e tyre, të tjerë për territor ose mbikëqyrje që mund të ishte zgjidhur me diplomaci. Por nëse ka një temë që kalon përmes kësaj narrative të madhe amerikane, është se Shtetet e Bashkuara janë larguar nga dëshira e etërve themelues që vetëm Kongresi dhe Senati të kenë autoritetin për të shpallur luftë. Për çdo koment, ide apo sugjerim, ju ftojmë ta vizitoni blogun tonë Xiz.art. Mendimi juaj është i rëndësishëm për ne dhe ne jemi gjithmonë të gatshëm t'ju dëgjojmë.